Gjesi, mirë se erdhe. Mirë më gjesi, Nis. Sigurisht personalisht keni pas vikend të mbar, po jo edhe në aspektet e informimit ose e zhvillimeve që duket se na trondete përsëri. Një lajm i cili ka ndodhur diku pak mes natën nga ora 1:10 natës. Pra, një vrasje e rënd ka ndodhur në Malishev, ku ka vdekur një grua shtatzën dhe një burr ka mbetur i plagosur. Pra, një grua ka mbetur e vrarë dhe një burr është plagosur rënd nga të shtënat me armë zjarri. Pra, ka raportuar edhe Klan Kosova, të cilët kanë qenë të parë, të cilët kanë raportuar për këtë lajm mbrëm në orët e hershme, pra të 24 gushtit. Sipas informacioneve që ka siguruar pra Klan Kosova, .tv nga qendra klinike universitare e Kosovës, gruaja ka vdekur dhe ishte shtatzën në javën e 34 të shtatzanisë. Shtatzën në javën e 34. Një lajm i trisht, përveç se normalisht me humbje jete, por edhe një grua shtatzën. Pra, pavarësisht të gjitha masave të ndërmarra nga ekipi kujdestar, ajo nuk ka arritur t'i përballojë edhe plagëve dhe ka ndërruar jetë në emergjencë. Pra, ndërkaq burri është në gjendje shumë të rëndë dhe jo stabile. Ai është i intubuar dhe i kyçur në respirator, ndërsa po i nënshtrohet egzanimimeve të nevojshme. Pra, lajmi është konfirmuar për Klan Kosovën edhe nga emergjenca në Çukuk. Pra, ndërsa akoma nuk dihen detajet tragjike. Për ndërkohë, ne të lexoj një lajm të fundit i cili kishte dalë edhe në portalin e Klan Kosovës. Pra, tragjedia në Malishev, çifti bashkëtorë u gjetën të plagosur në dhomën e gjumit. Pra, një lajm që e rëndon më shumë këtë situatë. Plagosja ka ndodhur në është lajmi thuhet që u gjetën të plagosur pra në dhomën e gjumit. Për Klan Kosovën, zëdhënësja e policisë për rajonin e Gjakovës, Vlera Krasniqi, ka deklaruar se njësitë policore pra kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ku në një dhomë gjumi kanë gjetur 2 persona të plagosur, një burr dhe bashkëshortja e tij. Pra, të plagosurve është ofruar menjëherë pra edhe ndihma e parë mjekësore, ndërsa më pas janë dërguar edhe për trajtim në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku gruaja edhe ka ndërruar. Do thotë që të dy çifti që kanë qenë të plagosur në dhomën e gjumit, më pas për shkak të plagëve të marra, gruaja shtatzën ka vdekur. Në Çukuk do të ka vdekur. Është bërë njoftim. Ndërkohë policia edhe ka gjetur edhe sekuestruar një armë zjarri, e cila dyshohet se është përdorur në këtë rast të rënd. Pra, ka rrethores 10. Që ka sekuestruar vetëm një armë, me atë armë që kanë plagosur që të dy. Thuhet. Kanë gjetur ndonjë sa vëzhgoja, thuhet, sa vëzhgoja. Në vendin e ngjarjes nuk është bërë mundur se sa gjoja kanë qenë pra në vendin e ngjarjes, por ndërkohë policia pra rrethores 1:10 është njoftuar nga Çukukëja se viktima është femër e moshës madhore dhe ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve të marra. Pra, sipas informacioneve, ashtu siç edhe potencova në fillim, gruaja edhe ka qenë shtatzan. Ndërkohë në vendin e ngjarjes ka dalë edhe prokurori i shtetit me vendimin e të cilit rasti është edhe iniciuar si vrasje e rënd. Hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave dhe motivit të real, pra të kësaj ngjarje janë duke vazhduar thuhet edhe në lajmin e fundit që Ndërkohë Alberta, vetëm sa për ta bërë të qartë dhe për shikuesit që ekipi brapa që i qëndron orës 7 janë duke tentuar të marrin informacione vazhdimsi nga Malisheva në kontakte edhe me zyrtarët policorë që të marrin më shumë informacione mbi këtë akt, mbi këtë lloj tragjedie në këtë familje që sipas edhe mediave të tjera raportohet që ka ndodhur në fshatin Kërvasëri të Malishevës. Pra është një fshat në Malishev, Kërvasëri, ku dyshohet që ka ndodhur krejt ky akt rreth orës 23:20 gjatë mbrëmjes së djeshme, ndërkaq rreth orës 1:10 të natës ka ndërruar jetë, është konfirmuar edhe vdekja e gruas shtatzën këtë rast. Pra nuk dihen ndonjë detaje se i ka vrarë ndonjëri apo kanë qenë duke u përleshur me njëri tjetrin, pra nuk ka ende detaje të hollësishme për sa i përket edhe rrethanave të plotë të kësaj ngjarje. Thjesht thuhet se i plagosur pra burri është në gjendje shumë të rëndë edhe jo stabile, për sa i përket edhe këtij rasti, ndërkohë gruaja
në javën e 34 të shtatzanisë së saj, pra edhe pas plagëve që ka marrë edhe ka ndërruar i jetë. Ndërkohë që kolegët nga portali Klan Kosova .tv, të cilët janë duke raportuar në vazhdimsi mbi këtë rast, po më shkruajnë, po më thonë që rasti është iniciuar si vrasje e rëndë, pra është duke efektuar nga ekipet e policore dhe prokuroria e shtetit si vrasje e rëndë. Pra duket që kemi të bëjmë ndoshta me dyshimet e para të paktën nga prokuroria që është vrasje, pra tentim për vrasje, në këtë rast vrasje e rëndë, pra duket që është vërtet një tragjedi e madhe për çka shprehim absolutisht të ngushëllime dhe është vërtet një lajm që na prekut që të gjithëve, edhe neve këto që tentojmë të sjellim informacione në kohë reale mbi krejt zhvillimet brenda vendit tonë dhe jo vetëm, por që ky lajm nga Malisheva duket që na ka tërnditur vërtet shumë, përderisa duket që është tetë i ndjeshëm që viktim është një nën, një shtatzëne në javën e 34 sipas raportimeve që ne kemi arritur të sigurojmë si ekip e Klan Kosovës, ekip e gjerë e Klan Kosovës nga burime të ndryshme sa nga ÇKUK-s, sa nga policia e Kosovës, sidomos e rajonit të Gjakovës që e mbulon këtë komunën e Malisheves. Ndërkohë, në orët në vijim, besoj në portalin e Klan Kosova do jenë të përditësuar të gjithë informacionet e hollësishme dhe gjithë shka që do dalë për detaje. Për moshën ende nuk i dim, nuk flitet ende për... Thuhet vetëm në moshë madhore dhe nuk ka ndonjë informacion tjetër se pikërisht se sa vjeç mund të jenë burri dhe gruaja në këtë moment pra që po flasim nuk ka informacione të hollësishme dhe madje nuk dihen as identiteti i të dyve persona, pra gruas që ka ndruar jetë edhe burri që ndodhet në gjendje të rëndë dhe jo stabile në spital, por gjithsesi për çdo lajm të fundit do jemi edhe në gatishmëri për t'u përcjell të gjithë, përderisa jemi këtu edhe jemi për të dhënë ato lajme të cilat ndodhin edhe Klan Kosova.tv do përcjell çdo informacion edhe çdo detaj të hollësishme për sa i përket. Po sigurisht Alberta edhe në pjesë të tjera të emisionit do të tentojmë të sjellim këto informacione sado kur të marrim ndonjë lloj informacioni zyrtar edhe që ja vlen të informojmë publikun mbi këtë. Po, pasi policia edhe po intervenon për të gjetur edhe shkaqet edhe gjitha, edhe besoj se edhe informacionet e tjera do dalin në vijim edhe do t'i kemi edhe për shikuesit tanë. Ndërkohë, nga ky lajm i trisht edhe me lejo të shpreh ngushëllime për këtë rast të rënd për gruan e cila edhe ka ndëruar edhe i jetë. Kalojmë tek situata politike në vendin tonë, pra PDK-ja sërish i ka dërguar letër dhe kërkon mbajtjen e seancës konstituive, pra Partia Demokratike e Kosovës ka dërguar sërish letër me kërkesën për vazhdimin e seancës konstituive të kuvendit. Për këtë, kjo parti ka dërguar letër kryesuesit të seancës konstituive sipas moshës, pra Avnit Dehari, që ta thërras vazhdimin e seancës në përputhje me kushtetutën, gjykimet e gjykatës kushtetuese dhe rregulloren e kuvendit. Pra në një njoftim për media, kjo parti thotë se sot sërish do t'jenë në hapësirat pra e kuvendit të Kosovës, duke ftuar mediat edhe që ta përcjellin këtë aktivitet. Pra duket që Partia Demokratike nuk po dorëzohet nga këto veprime deri në thirrjen zyrtare të seancës. Seancës konstituive, pra edhe ka qenë edhe njoftimi i cili është bërë grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës, do të jetë pra sot, ditën e hënë, me 24 gusht, nga ora 11 në sallën e kuvendit të Republikës së Kosovës, në vazhdën e kërkesës për vazhdimin e seancës konstituive dhe konstituimin e kuvendit, pra edhe thuhet në njoftim, ndërkohë PDK-ja si çdo ditë pra radhazi edhe është paraqitet pra edhe në hollin e qeverisë edhe duke kërkuar edhe seancë konstituive, duke mos hequr dorë nga kjo çështje, pra duket se situata nuk dihet se çfarë po ndodh dhe nuk kemi asnjë marrëveshje politike deri më tani dhe nuk kemi asnjë detaj për sa i përket edhe seancës konstituive nëse do mbahet apo jo. Edhe sot pra në orën 11 duke marrë parasysh se Partia Demokratike e Kosovës ka dërguar edhe sërish letër për një seancë të tillë. Ndërkohë e lëm pas vendin ton për të vazhduar me një ngjarje tragjike e cila
ka ndodhur ditën e djeshme në Shqipëri, pra në Dukagjin, pra në kirë të Dukagjinit ka ndodhur edhe një rast e i rënd, janë vrarë babë edhe birë, pra ka qenë një lajm i trisht pas ditën e së dielës, pra ditën e djeshme, pra 4 ditur pas ditën e djeshme zonën e Dukagjinit, pra në Shkodër, ku Lek dhe Prel Gjoni, babë e birë, janë vrarë me armë zjarri, ndërsa një tjetër person ka mbetur i plagosur rënd. Pra i plagosur është identifikuar si Alex Preka, i cili raportohet pra se i njëjti është edhe ndodhet në gjendje të rëndë. Është ky dyshuari, i plagosur është i dyshuari për Jo, nuk ka të dyshuar, nuk ka dhe as të arrestuar, nuk dihet ende. Nuk dihet ende do rasti, ja? Po, nuk dihet, edhe ngjarja ka ndodhur vetëm rreth orës 17:20, madje ditën e sotme në mëngjes hyra për të parë edhe nëse të kishte përditësime të tjera për sa i përket edhe kësaj. Kemi 2 të vrarë, babë e birë, një të plagosur dhe ende nuk dihen të ndonjë ende nuk ka ende të arrestuar për sa i përket. Policia ka ngritur si zakonisht një grup të posaçëm hetimor, i cili po punon për zbardhjen e plot të rrethanave, dokumentimin ligjor pra të ngjarjes si ndodhe dhe rëndomësi dhe identifikimin dhe kapjen e autorit ose autorëve në këtë rast, sepse nuk ka informacione nëse ka qenë një person i cili e ka kryer këtë akt, apo kanë qenë disa persona të tjerë, apo kush e ka ndihmuar, apo kush ka qenë, apo emrat të cilët mund të jenë, por nuk ka pasur asnjë informacion edhe për sa i përket kësaj ngjarje. Ndërkohë, për shkak të terrenit edhe të thellë malor i cili ka ndodhur edhe vështirësive në komunikim, pra marrja e informacionit nga ngjarja ka qenë edhe e vështirë, pra dhe ka thënë edhe policia atje, pra ngjarja ka ndodhur rreth orës 17:20, pra në fshatin Mgull në njësinë administrative në Kul, pra. Një ngjarje tejet e rënd, një e diel e cila nuk ka qenuar e mirë për Shqipërinë, pra ku janë vrarë edhe babë e birë. Ndërkohë nuk dihet as për babë e birë, pra për Lek dhe Prel Gjoni të ndjerët, nuk dihen se sa vjeç janë, apo se çfarë ka ndodhur dhe për çfarë konfliktesh, pra në disa lajme që unë lexova thuhet që kanë qenë shkak gjakmarrje, pa asnjë informacion nuk është e vërtetë, edhe vetëm janë lajme të cilat kanë dalur dhe nuk ka ndonjë burim zyrtar nga policia se cili ka qenë edhe shkaku i vërtet i cili ka çuar edhe në këtë vrasje makabre, tragjike, ku ka ndëruar jetë babë e birë, pra nuk ka pasur ndonjë informacion tjetër. Dhe habitshëm që ende s'ka pistë kush mund të jenë në rastet me 2 viktima me një plagosur. Duke qenë se në Shkodër shumë janë për gjakmarrje dhe kanë raste të tilla, edhe prandaj dhe lajmet kanë thënë, por nuk ka burime të sigurta se hakmarrja apo. Kemi ndonjë zhvillim tjetër? Kemi, po mund të kalojmë tek korrespondentët nëse janë gati. Vazhdojmë edhe ndonjë informacion më pas vijojmë tek. Kalojmë te një lajm tjetër i cili Daily Mail ka zbuluar se rrjetet kriminale shqiptare kontrollojnë një pjesë të madhe të industrisë së drogës, ndërsa përmendim shumën për 2.6 miliard sterlinash në Mbretërinë e Bashkuar, pra me të paktën 450 ferma të ngritura në banesa dhe objekte tregtare. Kjo veprimtari pra mbështetet nga një industri e tërë ilegale që siguron dokumente false, përmarrjen e pronave me qira dhe shërbimeve të specializuara pastrimi për të fshirë gjurmët pra që kanë të bëjnë edhe me këtilla raste. Rreth 70% e të dënuarve janë emigrant të paligjshëm, ndërsa lidhjet e paligjshme pra elektrike dhe përplasjet mes bandave kanë shkaktuar dhunë të ashpër, përplasje me armë zjarri, me viktima dhe pasiguri të madhe në komunitet. Po është një rast më vërtet i cili po fritet shumë dhe Daily Mail ka bërë shumë editoriale për sa i përket edhe të tilla rasteve ku në Mbretërinë e Bashkuar, pra raste të tilla janë të shumta edhe pavarësisht se ka arrestime edhe ka masa të cilat janë marrë domosdoshmërisht për të tilla raste. Por gjithsesi, pavarësisht të bazëtisjeve të shumta pra nga policia, biznesi vazhdon të zgjerohet për shkak të fitimeve kolosale, rikthimit të personave të dëbuar pra dhe pengesave ligjore për dëbimin e kriminalëve. Pra është një punë e cila si duket ju ofron edhe shumë të ardhurat të majme zakonisht, por që
në fund të fundit mbetet një punë ilegale dhe nuk është e ligjshme për sa i përket. Mirë Alberta, tani do të shkojmë tek kolegu Ural Boshnjaku, me qenë se do të raportoj për një rast vërtet tronditës, me qenë se dhe opinioni publik është tronditur pasi një 18 vjeçare dyshohet se ka sulmuar fizikisht një 12 vjeçare. Ngjarja është filmuar edhe kjo pikërisht çështja e filmimit dhe publikimit të këtyre videove ka nxitur debat edhe më të gjerë social në shoqërinë tonë. Sa është trysh, sa është tronditse këto raste dhe të cilat të njëjtat më pas po plasohen në rrjetet sociale. Këto do t'i kuptojmë dhe do t'i diskutojmë së bashku me kolegun Ural Boshnjaku. Ural, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi dhe juve në studio dhe shikuesve tonë. Na tregoj më shumë mbi rastin si proces, si akt fizik e më pas edhe publikimin dhe ndikimin e këtyre pamjeve në shoqëri. Po është një rast me të vërtet tronditës dhe i dhem shumë fakti që shohim pamje të tilla tek gjeneratat e reja sidomos. Kemi të bëjmë me rastin e rajës së një vajze 12 vjeçare në afërsi të urës kryesore në Mitrovica, e cila ka qenë viktimë e kulmit nga një vajzë rreth 18 vjeçare, e cila pastaj është filmuar nga një vajzë që ka qenë bashkëmoshatare e kësaj 12 vjeçares. Të njëjtat pra kanë qenë nxënëse të një shkolle fillore, të cilës nuk po e jap emrin për të mos identifikuar viktimën, dhe të njëjtat pra pasi kanë bërë kryerjen e këtij akti, pra pasi e kanë rrahur vajzën 12 vjeçare dhe e kanë xhiruar, dëgjojnë edhe duke thënë se a shanë mu. Pra flitet për një rast i cili duket se ka derivuar nga rrjetet sociale ose nga ndonjë sharje ose fyrje nga jeta sociale e këtyre vajzave, e që pastaj pra ka kaluar edhe në dhunë fizike, ndërsa në video dëgjohet vajza 12 vjeçare duke klithur dhe duke qajt me dënese me zë të lartë, pasi pra pranon shuplaka dhe grushte në fytyrë nga kjo vajzë 18 vjeçare. Rastin me njëherë, unë me që pra kam pranuar dhe informatat të tjera në lidhje me rastin, kam arritur që të mësaj që përveç faktit që është filmuar, e njëjta video ose e njëjti xhirimi është dërguar dhe një vajzë tjetër pashtu bashkëmoshatare të 12 vjeçares, dhe të njëjtë si është thënë se i njëjti fat të pret edhe ty, me që pra videoja është xhiruar me këtë qëllim, pra për ta kërcënuar edhe një vajzë tjetër. Me njerë pasi kam pranuar gjitha këto informata në lidhje me rastin, unë jam kontaktuar nga policia e Kosovës, me që kam qenë ai që ka publikuar ekskluzivisht videon e cila edhe ngjalli debat në shoqërinë tonë, dhe e njëjta pra është dërguar edhe policisë së Kosovës, ku edhe kam dhënë edhe detajet identitare në lidhje me vajzat e përfshira, në mënyrë që policia ta kryejë hetimin sa më parë, dhe hetuesit e drejtorisë rajonale të hetimeve në Mitrovica janë treguar jashtëzakonisht të shpejt dhe vigjilent edhe në identifikimin e vajzave të përfshira, por edhe në intervistimin e tyre, si dhe intervistimin edhe një dëshmitare e cila pra ka qenë e pranishme në momentin kur është kryer akti i rrahjes, dhe vajza 18 vjeçare e cila është xhiruar duke rrahur këtë 12 vjeçaren, me njëherë pas intervistimin nga policia në prani, nga prokurori dhe hetuesi në prani të avokatit, është dërguar në mbajtje për 48 orë, e pastaj pra pritet edhe caktimi një mase ligjore nga ana e gjykatës në momentin që e njëjta do dalë para gjykatësit për të sqaruar rrethanat e rastit. Qartë, interesante si rast. A ka raste të tilla të shpeshta? Ural? Për fakt të mirë nuk ka raste të tilla të shpeshta, por nuk kalojnë të paktën 6 muaj pa parë një pamje të tillë, e që është me të vërtetë shqetësuese për një shoqëri kaq të vogël sa kjo e jona. E qartë. Ural, faleminderit shumë për këto informacione, shpresojmë që të mos përsëriten dhe të mirën masë absolutisht edhe karshi kufizimit ndoshta edhe të përdorimit të rrjeteve sociale, siç kanë bërë shumë shtete evropiane perëndimore, pikërisht për të mos u avancuar këto raste, këto incidente, mos i frymzuar edhe të rinj që të shkojnë drejt këtyre veprimeve jo të hishme. Urojmë që shtetit merr masa serioze, sidomos sa i përket pra dhe akteve të tilla të dhunës, të cilat nuk janë pamje hishme që e shohim, por pashtu edhe te përdorimi i rrjeteve sociale, unë uroj që shteti një herë mirë, edhe pse nuk kemi kuvend, por uroj që kurto që ta kemi kuvendin, një herë mirë të ndërmerrin iniciativa të cilat të rregullojnë përdorimin e rrjeteve sociale dhe vënë kufizime të caktuara duke pasur parasysh të gjitha rrethanat shoqërore sociale në vendin tonë. E qartë. Ural, faleminderit shumë për këtë paraqitje. Faleminderit dhe juve, po asnjë ditë. Ndërkohë tani do të shkojmë tek kolegu Valdrin Daci, meqense edhe atje në Pej ka pasur gjatë disa zhvillime në kuadër të kësaj fundjave, duke nisur me 5 persona të cilët janë ndaluar për bigjëz të palegjshëm, po ashtu ka ndodhur edhe 2 aksidente, disa me motor dhe me pas edhe me vetura, që ka pasur edhe persona të lënduar, por që ka edhe lajme
të mira në aspektin sportiv që kanë ardhur nga Malajzia. Në fakt, në aspektin kulturor, ku kori Spirantum ka fituar 3 çmime. Por krejt këto do të kuptojmë më shumë nga kolegu Valdrin Dasi. Valdrin, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi nesër për juve. Ne dëshirojmë për mja nis pak javën me një lajm të mirë, pra pikërisht me korin Spirantum. Por arsye se gjatë javëve të kaluar kemi pasur edhe në fundjavë, madje kemi pasur lajme jo të mira në rajonin e Pes, por ajo çfarë ka gëzuar jo vetëm Pejën, por edhe Kosovën është edhe atë arriturat e korit Spirantum, dirigjentin e të cilit javën e parë kemi pasur edhe mysafir Memlik Elmendin, profesorin e nderuar, i cili na ka treguar se janë duke u përgatitur edhe për Malajzi, ndërkaq që është bërë ditur se ata kanë arritur që të fitojnë së paku 3 çmime, madje edhe ato të veçanta në Kuala Lumpur të Malajzisë. Dhe unë dëshiroj që me tregu se ato e kanë fituar edhe 2 medalje të arta, si ansambël vokal dhe kori përzier, dhe më thonë gjatë performancës së tyre atje, si dhe gjithashtu kanë fituar edhe çmimin special për skenografi, si i vetmi çmim i tillë në kategorinë e korit të përzier. Pra kori Spirantum nuk ka shku vetëm për pjesëmarrje, dhe madje tashmë kori Spirantum nuk merr pjesë vetëm për pjesëmarrje, por kthehet edhe me çmime nga vendet kudo që shkon, sidomos edhe nga Malajzia. Dhe tash po i kthehemi edhe... Ja, prit. Valdrin, sa jetë lajmet e mira, je edhe një pamje shumë të mirë mrapa. Ku je sakt? Folna pak për çfarë peizazhi. Prapa meje duket një peizazh dhe është një liçe atje, ndërsa unë ndodhem në periferitë Prishtinës që i bie në Botovc. Sepse këtu kemi kaluar dhe natën brëm në një ceremoni familjare dhe dëshirojmë që ne marrim domethënë tash edhe pak energji edhe për me nisë javën, sidomos këtë javën e fundit të gushtit, nëse nuk gaboj, jemi një javën e fundit të gushtit, po. Dhe që të kërkojmë një vjerë të më... Falënderit që pavarësisht festimeve familjare nuk shkoqitemi asnjëherë nga informacionet. Vazhdoj me këto 2 raste, këto 2 lloj incidente. Çka ndodhi tek ndodhi? Në fakt, Prokuria Themelore të Pesë gjatë gjithë javës së kaluar ka pasur aktivitete, ka ngritur aktakuza si që kemi bërë edhe të ditur, por në vikend e kemi pasur edhe një aksion nga Prokuroria dhe Policia, ku kemi pas të ndaluar në veçantë për Bigjës. Vlen të theksohet se rastet e lajmeve në rajonin e Veçanit për Bigjës nga Prokuroria nuk është lajmi vetëm, pasi që edhe në të kaluarën kemi pasur në të kaluarën afër. Kësaj radhe kemi 5 persona të ndaluar për Bigjës të paditshëm dhe Prokuroria dhe Policia gjatë një aksionit të kësaj fundjavë kanë konfiskuar edhe 1.615 euro cash. Kanë konfiskuar edhe karta të Bigjëzit, por edhe telefona dhe prova të tjera të cilët i përshtaten faktikisht këtij fitimi dhe do të përdoren për prova të mëtutjeshme, ndërsa vlen të theksohet se kemi edhe 5 të ndaluar të cilët janë ndaluar pra për 48 orë si pasojë e këtij aksioni. Gjithashtu vlen të theksohet se aksionet me motocikleta, faktikisht aksidentet me motocikleta, tashmë fatkeqësisht duket se lajmet për to janë bërë pothuajse normale që brenda vites kemi, e gjatë këtij vikendi vetëm gjatë së shtunës, domethënë kemi pasur 2 aksidente me motocikleta dhe kemi 2 të lënduar si pasojë këto në 2 raste. Pra, veturat me motocikleta dhe aksidentet për to tashmë kanë filluar që të hyjnë dhe të bëhen si lajme faktikisht të zakonshme dhe të lënduarit nga to. Kjo është për sa i përket Pejës dhe rajonit të saj, pasi që ka pasur edhe gjatë kësaj fundjavë, por edhe gjatë javës do të ketë edhe aktivitete të ndryshme për të cilat edhe ne do të flasim. E qarë Valdrin, falënderit shumë për këtë paraqitje dhe këto detajet shumë të qësolle nga zhvillimet brenda komunës së Pejës. Me kënaqësi dhe jemi gjatë javës për me lajme të mira. Falënderit shumë. Para se ta mbyllim këtë pjesë, Alberta, po duam të tregojmë pak edhe për çështë detaj, ndoshta po e shihni këto bashkë të gishtë janë për në ekrani. Janë duke u numëruar ditët ose orët e pritjes, një lloj aksioni i platformës Liria ka emër, pra ora e pritjes për krerët e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, që ka nisur gjatë së shtunës në bashkëpunim me komunën e Prishtinës, e cila pra është bërë publike gjatë së shtunës dhe kësaj do të vazhdoj deri me 16 shtator kur pritet të mirët vendimi i madh me shpresë të jetë pozitiv në emër të lirisë dhe për lirinë e ish-krerëve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, të cilët priten me padurim nga gjithë shqiptarët, nga gjithë Kosova. Prandaj edhe ky lloj aktiviteti është duke u promovuar ose vlerësuar dhe respektuar edhe nga Klan Kosova në kuadër